Një foto që nuk do doje ta postoje kur në rrjetet e tua sociale. Po, edhe, dëgjo, në Instagramin tim unë nuk kam hedhur kur foto me bikini. Sa? Po sepse, dëgjo, mua nuk më pëlqejnë, mua më pëlqejnë gjërat e bukura, edhe të shikoj bukuri në një foto artistike. Po tek vetja sikur stepem, nuk më pëlqen të ekspozohem shumë edhe më duket sikur po bëj diçka jashtë asaj çka më përfaqëson mua. Ndoshta edhe nga fakti që gjithë kohës duke u marrë me politikë, me programe sociale ekonomike, edhe kam pasur pak ngurtësi në këtë pjesë. Po, jam sepër gjithmonë për të pasur një profil me Po një foto me bikine do të na zbulosh sa. Por që unë do të... Unë e kam foto me bikini edhe e kam bërë me zemër. E shoh ndonjëherë, i shoh fotot e mia ndonjëherë ato që bëj. Hajde na do për herë të parë do të tregoj një foto me bikini në programin tënd. Ja ku jemi. Ne më i bona. Kemi shumë zhurmë nga ana e regjisë andej. Ashtu, Okej, më vjen mirë. Do me thënë, duhet hedh foto me bikini. Mendoj edhe njerë. Jo, e pa tani. Nuk do të shikoni asnjëherë foto me bikini nga unë. Një foto nga koha kur ishe e dashuruar. Aman, me idea, që ke këto pyetje. Këto që intereson publikut bona. A kemi diçka? Dëgjo, unë ta thas dhe pak më përpara, nuk kam qenë... Nuk gjendër në galeri as paka. Nuk ekzistojnë fotot të tilla në galerinë time, po unë jam duke pritur për të takuar dashurinë time. Edhe në momentin që do ta takoj, edhe do të bëj një foto. Do ta publikoj. Jo, nuk do ta publikoj rrjetet sociale, po do vi këtu. Ekskluziva, në rregull. Mos e harro se ki dëshmi. Okej, fotoja e fundit që e ke në galerinë tënde. Foton e fundit, okej, ja e gjejmë foton e fundit. Ku është fotoja? Ja ku e kam foton e fundit. Dëgjo, përpara se të kaloj tek foto, për mua është dalja e parë e imja në mbas sezonit të Big Brotherit në ekranet e televizioneve kosovare. Kështu që i falenderoj të gjithë për të gjitha ato ftesa që më kanë ftuar deri në këtë moment. Ka qenë shumë e pamundur për t'i arritur edhe për të qenë prezente. Por ja ku jam sot tek Elita. Falenderoj shumë. Edhe më kanë... E di që të kom shkru me njëherë, mos harro. Patjetër po. Edhe e vlerësoj shumë që ki ardhur dhe di që e zgjuar shumë herët edhe ki bo një rrugë gjatë. Edhe e vlerësoj shumë edhe për mu ka qenë kënaqësi me të pasi mysafirët parë të sezonit të ri. Faleminderit shumë edhe. Uroj që të jem auguri mirë. Këmbën e mbarë. Uroj që ta kem këmbën e marë, mjaltë dhe do ta tërhesh prap zvarë.